Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jena ke mësimet e tajvidit dhe sot është mësimi i nunit me sukun dhe tanwinit. Dhe falenderojmë edhe Hoxhë Recep Duka. Ky është ai libri që kisha una i trash në arabisht, është i bodhe në shqip, mirë po ky është për profesorët. Mos shumëti, ata që t'ja shpjegoj nxënësit. Mirë po është nga librat shumë të lezetshëm, shumë përmbledhës në fushën e tajvidit. Edhe e kanë botuar në një libër. Edhe është shumë i lezetshëm, shumë i mirë. Edhe ky hoxha është një nga hoxhallarët e mëdhej. Ka marrë i mësim, domethënë, ligjërata, ka shpjeguar më në fije për pe. E ka Ayman Suwaid. Jo. Rexhepi është i vllai jon musliman që merret me shpërndarjen e këtij libri, na e ka bërë dhuratë për mësimin kur e pa që po jepshin neve tajvid. Zoti ja shpërbleft me të mira. Po është libër shumë i mirë. Po do profesor. Shkenca e tajvidit, domethënë këto detajet duan mësues. Ashtu sikurse e përmendëm neve në fillim kur folëm për tajvidin që Kurani ka zbrit me të knume, me të shkrume. Në çdo rregull në Kur'an është shqiptuar, e kanë marrë sahabët me të shqiptume edhe me të shkrume, që të jetë saktë edhe e përpikt. Çdo gjë. Elhamdulillah, kjo tregon madhështinë e Allahut subhanahu wa taala dhe mirësinë që ka ky Kur'an, që i ka gjonat përpikta. Pse me i vën është shkruajt me i gërm e nuk është shkruajt me i gërm tjetër, ka atë urtësinë vet që ndoshta në ca gjona ja kanë arrit me jetë, po ka ca tjera për shembull që urtësinë e di Zoti i gjithësisë. Ke rregullat e nunit dhe tanwinit, neve përmendëm 3. Tham, ku e shqiptojmë qartë nunin në të plot, përmendëm kur nuni ose tanwini u kthente në mim, u shqiptonte m, mim ba'di, nëja e qartë është normal. Mim ba'di, tham edhe kur u shkrinte, u treste fare, domethënë, edhe i herë me shije, i herë pa shije. Mir rabbihim, për shembull, mirra. Domethënë nuni u bonte r. Shqiptohet r e plot. Ose l. L e plot. Dhe tjerët, për shembull, khajrajra, për shembull si kjo, që i ngeli çik shije e zërit hundor. Shkrihet nuni, bëhet je, po me i çik, shije të zërit hundor. Tani, jemi në rregullin tjetër i cili është më së shumti në Kur'an, është ky. Ky rregull. Dhe ky ka një marifet. Si do e shqiptojmë nën në këtë rast? Si quhet? E para ky quhet fshehje, nçefje. Për shembull, morim rregullin e parë. Themi kuntum. Nuk thash kun, nuk e ngrejta gjuhën, nuk e shqiptova nën. Ama ti një gjove dhe një zë hundor. Kun, zëri hundor. Pastaj tum. Çfarë është kjo? Kjo quhet fshehje. Do më thonë kamuflohet nuni, nuk shqiptohet. Pa inshallah, pa tashti, mos ke njona ke tjetra do i gjejmë neve më, inshallah. Do e kapi. Prandaj kjo ka i çik marifet. Shqiptimi i nës. Në këtë rast, ka një marifet. Kush është marifeti? Marim me detaje. Për shembull, ke fjala parë. Kuntum. Nëja, si që shikojmë, nuk ka sukun. Apo jo? Këtu, ke nëja s'ka sukun. Mas nës vjen shkronja të. Çfarë bëjmë? Kemi 3 gjona. E para, uja këtu do shqiptohet e qartë. Ku? Uja, zanoria këtu, para nës do shqiptohet e qartë. Ku? Pastaj, e shqiptum këtë qartë, këtu ke nëja, në vend të nës, neve do nxjerrim zë hunde, sikur po qa kalamoni, jo me nglu gjuhën, jo me vu gjuhën sipër, kun, jo nëja sipër, nëja del sipër. Jo, ku, do më thonë, zërin e qamës.
Gjuha ku shkon? Gjuha në këtë rast bëhet gati për tën. Thuj tu, tum, të. Gjuha ku shkon? Të. Gjuha bëhet gati me shqiptu tën. Pra kemi ku shqiptohet uja, pastaj zëri hundor, pastaj tum. Çfarë ndodh? Kur unë shqiptoj ku, gjuha shkon afër tës. Edhe në vend të nunit, unë zjerë zërin hundor. Shikojini, ku, tum, ku, tum, ku, tum, ku, tum, ku, tum. E shikoj? Uja doli qartë, ku. Pastaj zë hundor, edhe gjuha është gati me shqiptu tën. O, sa mirë. E shef sa mirë? Shef? Ajo ishte. Uja qartë, zëri hundor, tëja. Ku? Po, në vend të nunit gjithmonë qartë kemi zërin hundor. Dhe gjuha, duke qenë kënëja, e kalim afër tës. Shife? Këtu kena sukunin. Shife këtu? Ku? Zëri hundor edhe gjuha duke u bogati për tën, tum. Kun të, shife? Kun të, direkt. Mirë po, që ta nxjerrim, që që të dali zëri hundor mirë, dhe zjasim dy kohë. Prandaj themi, kun tum, shumë mirë. As nuk themi kun, jo në e qartë, as nuk themi kutum, se hiku fare nëja, as nuk themi kutum, se hiku nëja, i ngel ajo shia e nunit, po ngel e qartë, kuntum. Bravo! Shikojmë tu, tu kemi tenuinin, hiljeten, në shife tenuini, vizot, jo paralele, të shregullat nga njëra tjetra dhe mas saj tëja, shikoni? Kemi nuni me sukun, mas saj tëja, walim selam primi. Tu kemi tenuinin, mas tenuini qar vjen? Tëja. Hilje, te, vend nunit, nuk themi ten, po themi te, telbesuneha. Telbesuneha, po pra sepse kjo është nëja e tenuinit, e njëjta gjë. Hiljete. Zanoria do shqiptohet e plot, se shumë herë çfarë ndodh? Nuk shqiptohet zanoria qartë e mytme. Shqiptohet zanoria e mytme, do më thonë, kjo futet këtu, jo. Bravo. Zëri hundor fillon mbas zanores. Urdhë? Po kjo është. Kjo ishte. Zëri hundor fillon mbas zanores. Themi hiljete, pastaj zëri hundor. Hiljeten. Bravo, edhe gjuha është bogati për këtë. Prandaj, ku e kemi zërin hundor këtu? Hiljeten telbesuneha. Hiljeten telbesuneha. Dy kohë. Telbesuneha. Tjetra, rasti tjetër kur mbas nunit vjen thëja. Mbas nunit thëja, shife u. Tha shife gjuha është afru ke thëja. Shife gjysh. I afro buzët, sepse afrohet gjuha ke thëja. Jo si për gjuhën afroje këtu. Shive ku është thë, a sa mirë e thejë tashti. Jo afroje ke thëja. Shive? Dalin, shive? Ok, no. Jo, shqipto, rrumllakosi buzët ke uja. Ma shiko lëvizjen e buzëve?
shife? Po, ajo që praktika, thjeshtë shumë bukur. Ka i herë çfarë boti, edhe kur do me shtrëngu videon për shembull aty, do ta kapësh ta futësh shpejt e shpejt? Ë? Do të thonë e bë lëvizjen të shpejt. Edhe këtu. U e qartë shife, shife. Ndajen dy kohë. Këtu, me këtë e zemë për shembull me thënë. Shife? Sa. Jo afrove. E shef? Ajo që babe, shumë mirë. Avash, goja avash, derisa të heci goja. Këtu. Ma, sajjaja. Ajo që babe. Sajjaja. Me gjimin ndoshta pak më e lehtë. Shife gjë. Ku e shkoj shife tingulli gjë. Anja. Jo mos e ngrej, ule gjuhën. Jo afrove. Jo, vetëm mos e ngrej gjuhën sipër. Shife? Bravo. Anja'ahu. Jo, mos e ngrej gjuhën, ule poshtë. Dhe mësojmë. E gjitha kjo, çfarë është? Thjesht është logjika e përpunimit, do më thonë përdorimi gjuhës. Këtu, gjuha kur se si nuk ngrehet kenuni. Gjuha në asnjë mënyrë nuk ngrehet kenuni. Shife, kemi jo, ule, afrohet gjës, gjë. Do më thonë gjuha afrohet ke gjëja. Tham, fethan, ky zëri hundor, çfarë është zëri hundor? Para përgatitje që ti të shqiptosh gjën, para përgatitje që ti të shqiptosh thën. Para përgatitje, po ky zëri hundor ta jep ty mundësinë. Prandaj nëse do e çosh ke n-ja, është problem, ka largësi, kurse kur afron gjuhën ke gjëja, ngeli vetëm zëri hundor edhe nxjerr shpejt. Këtu. Ainun jariya. Ainun Bravo, shife, praktika më e mirë, kush është? Kjo që ju thash una me enda tingullin. Ainu, ainun jariya. Shumë mirë. Këtu, shqiptojmë int plot, mi, zërin hundor, pastaj gjuha afërmës, du, dun, dun. Jo, vetëm mos e ngrej gjuhën. Shive qetë. Shive, dun. Vetëm mos e njët ke naja, ule. Jo min. Dun. Çfarë është ky mësimi? Ky është praktika, dëgjimi për shembull i mësimit, e ripërsërit mësimin disa herë dhe ndarja, praktika e ndarjes. Di. Ka'san dihaqa. Ka'san dihaqa. Allah të rejtë.
Me dhën tashti, dheja këtu. Themi, shife, tu, pastaj dheja. Gjuha ku është? Afër dhës. Tu, shife, tu, zëri hundor, gjuha afër dhës. Tu, dhi, tu, dhir, hum. Tu, ajo që, tu, dhir, hum, tu, dhir, hum. Rëja letë. Shife këtu? Azizu, azizu, dhu. Azizu, dhu. Dhu në të kam, është fjala, po... Ja ku e kena. Mi po kena, jo, më mirë po e lejmë sepse ka dy ka kjo. Prandaj e lejmë vetëm me këtë. Azizun dhu. Azizu dhu. Shive, dhu. Azizu dhu. Azizun dhu. Bravo. Gjithmonë ndarja. Pastaj do e bëj edhe këtu. Do më thonë se do e fshi këtë edhe do ju alej vetëm këtë që ta kapim më mirë. Thjesht logjika kjo është. 3 procese. Zanoria. 1. Procesi ta shkruajmë këtu. Procesi i parë kjo fetha. Pastaj procesi i dytë zëri hundor. Zëri hundor. E dyta. Pastaj zëja. 1, 2, pastaj zëja, zele. Zele. Jo gjuha ke nëja. Shife, nëja ka 2 gjona. Shife, po ta zjasim? Po, nëja, tham ka 2 gjona. Pastaj zëri hundor. Shife, zëri hundor e ka vetë gërma. Prandaj qa themi ne? Nuk themi as nuk themi ez. Po e me disme midis tyje. Urdha? Ajo që, shife, shife gati zëja. Zele, zëja. Shife, kjo doli qartë, zëri hundor, zëja qartë. Zele, zele. Jo me ngrit kënaja. Avash. Do praktikë gjysh. Nuk kena që t'i bëjmë. Thjesht, ne dhe munohena 1 herë, 2, mësimi është i regjistruar dhe kap. Kjo është gjëja kryesore. Kjo është koncepti tjetë i qartë i rregullt. Do më thonë që ta kesh, do më thonë deri sa ta rish të thush, unë e kuptoj si duhet bo. Po thjesht më rejnë gjuha. Do praktik gjuha. Këtu jena mirë. Ama kur as koncepti nuk e ketë qartë, kena problem. Deri sa ta afrojmë. Sepse kjo është. Këtu kemi insani, njeriu. Shife? Sa mirë ka be? I-ja i qartë, pastaj zë hundor, san, ose sanu, el-insan, shive? Ma shif, gjysh? Jo, shife, ku është problemi? Gjuhën, në është ati majnë e gjuhës, nuk e ngre sipër, por rashtin e gjuhës e ngre sipër. Jo, duhet ullur që dali qartë, edhe zëri u hundës të dali qartë. Tamam si e qamja kalamonit. Kjo është. Shumë mirë. Kjo ishte. Po e more qetë, vetëm sa ti bësh praktik që mos të ngresh gjuhën. Ajo që. El-insan, e hapim gojnë. Shumë mirë. Sa mirë e kape këtë tashti. Shef sa mirë, këtu, kemi shinin. Mëja me i, mi,
Zëri hundor, pastaj shej. Shef sa mirë, po kështu pra si u rregullu muhabeti? Shife, bravo trimi. Mësoj edhe babit pastaj mirë? Si dhudi? Këtu kemi fetha e, pastaj thëja. Pra, zanore, zë hundor, thëja. Fu. Fu. Ajo që. Shife? Fu. është bu gati për këtë. Fu. Jo en. Shife? En apo shife? Gati për fund. Gjyshi ta kaloj. Fusek. Fuseku. Po ta ullësh dhe mirë. Dali lirë shën. Fusekum. Jo en. Mos e ngrej gjuhën. Ule. Mirë. Munojo. Jo, s'ka problem. Mo mirë shqiptoj me në, se sa me tjetër, derisa të ta kapi gjuha. Shife, nëja, kemi. Vetëm ule. Shife, si kur thu një edhe zë hunde. Do munohen ai qik. I qik do e kapim. Në është edhe nesër do punojmë i qik më shumë, ose pastaj, kur t'ule ma këtu. I bëjmë edhe i qik praktik. Si thot? Tashti kur erdhe deri tashti, këto tjera do i shtrydhim. Se që nga këtë të që nga mësu, nga këshu i këni mësu, i këni përgatit e shpija. Po pranej, qarë në bëbe? Ka i diçka. Kjo ka të praktikën e vetë. Mos sot, i di tjetër, i herë do e kapi truni. Sepse e përdiqme. Tak, vetëm, deri sa të mësohet. Edhe, e armimi shala. Pra, aleikum selam, habi. Po se këni, ta qëtë në rëfita. Po, pa tjetër. Ta qëtë telefonin, e to me... Ja se ta bëjmë. Ja se ta bëjmë dhe ta qëjmë. Ja se ta bëjmë. Në ne që anë i po e në shumë në mashë. E shërë në zonët e... Pa, ta fotografovën, ta qëj pastaj. Atëhere. Ta shkrujmë edhe i herë me detaje. Mirë, shife. Kemi fetha, pastaj kemi nunin. Shife? Nuni. Pastaj zëja, lëja. Atere, e para do shqiptohet kjo, e plot. Pastaj këtu kemi zë hundor. E treta, kjo është 2. Pastaj zëja 3. E dyta, zëja, zë. Mirë po, kur jam duke shqiptu zërin hundor, gjuha ku është? Afër zësht. Afër, nuk e zëja. Pra ndaj themi. Po, Enzele. Do e praktikojmë që gjuhën ta, vetëm ta ulim pak del mirë. Ti nuk thu, ule gjuha vetë ju.
Kur thu ti shkronjën nuk thu n. Nuk e një gjuhën. Shqiptoj zanoren aty, atë du, atë tingull du. Enzele. Ja, shqipto a shef, u afruj qik më shumë. Ky është zëri hundor. Inshallah do e plotësojmë të nesër, do i bëjmë edhe i përsëritje, urdhë? Po. Inshallah nesër, dashur Allahu, do marrim i përsëritje këtyne dhe do marrim gërmat e tjera sepse kemi i marifet tjetër me plotësimin e gërmave. Që këtë ta morim mirë, ta kena logjik, konceptin e mësimit ta kena të plot. Se ti shkronja të marrim edhe një herë. Jo, do marrim këti rregulli. Jo, këto. Jo, disa shembuj të tjerë edhe plotësimin e gërmave. Tash ti kena marrë tën, thën, gjën, dën, dhën, morëm zën, sinin, shinin. S-ja, sh-ja. Pra, domethënë shef, vjen n-ja, pastaj g-ja. Ose tenwini me thën, tenwini me gjimin, tenwini me dën, me gjitha gërmat. Inshallah do i morim edhe t'i bëjmë praktik me lejen e Allahut. Me gjithë llojet e shkronjave.